më pjesës procesit zgjidhjes, po ai është problemi zgjidhjes. Ai dhe qeveria e tij, ai dhe establishmenti i cili ka shtrirë fetrat në fatet e shqiptarëve me i pegmarrje të pashëmbull në Europë, duke mohuar shqiptarëve drejtën për jetuar në vendin e tyre. Unë mendoj që ne duhet të ndalim vrudhën e parë vetëm kur të kemi një Shqipëri të lirë, të siguruar nga ara ligjore, një shtetës së drejtës, ku shanset jetë barabarta dhe ku fati njeriu mos varet nga vullneti politik, por nga meritokracia e tij. Unë mendoj se jemi afër. Ju lutem me gjithë shpirt qëndroni bashkë me njëri tjetrin. Vetëm tek solidariteti i mirë ndaj keqes është çelësi fitores. Të gjithë për njëri dhe një për gjithë dhe protestë kundër çdo padrejtie kudo ku ndodhet ajo. Ju po japoj gjithë. Shumë parola që shofim këtu, ashtë të mrekullueshme, talenti juaj është derdhur në to. Shofim parola që flasin për malet e Dibrës. Shofim parola që flasin për padrejtësitë e Riolit. Shofim parola që flasin për Zvernecin, për Pogradecin. Edhe tani do të kemi edhe një qytetar nga Tirana që do të flasi për Tiranën. Flori. Motra, vlezër, shqiptar! Sheshi i plot, zemra plot, sheshi i plot, zemra plot, sheshi i plot, zemra plot, sheshi i plot, zemra plot. Sot, ai që për 13 vitësh garravit fatet tona dhe gjithë shqiptarëve, u përpoq nga përçartën edhe me mitim tjetër atje. Por ne dalim tu dhe për ata patronazhistët atje. Ne dalim tu edhe për ata punëtorët e administratës. Ne dalim tu edhe për fëmijët e tyre. Kushto që nga 90-ta, deri sot që nga vjen 100 lekë du të shojnë burg. Çdo qeveritar. Kushdo që nga 90-ta, deri sot që ka shkel ligje, du të shojnë burg. Po jo burg që ai me besyje që pamë sot në Facebook. Edhe diçka tjetër. Arsyeja pse ata nuk do mundin dot të protestë është shumë e thjeshtë. Sepse ju jeni gjithë bukur, ai e urren bukurën. Ju jeni të gjithë të ri, ai e urren rinin, prandaj ka i gënia. Ju keni gjithë dinjitet, po ai e urren dinjitetin. Dhe që është më rëndësishmja, ne të gjithë duan të vërtetën dhe ai e urren të vërtetën. Prandaj duke falenderuar, duke thënë gjithë kush ka mundësi nesër në 19 në Rioll, unë do i jepja një urim kësaj qeverie, sidomos kryeministri. Ato që i ke bërë shqiptarëve, ta bëft karma 10 fish. Rama Burg, Berisha Burg! Rama Burg, Berisha Burg! Rama Burg, Berisha Burg! Rama Burg, Berisha Burg! Kjo është protesta e gjeneratës së! Kjo është protesta të rive! Kjo është protesta të rive, s'ka pirnonët të e gjera këshesh! është kë krya e tut që i ka ditët e libruara! Për gjeneratët tuaj, po dhja pas ka një djali risot!
Përshëndetje Shqipëri! Shpeshherë sot dhe ditët e kaluara të kësaj proteste kemi dëgjuar parrullën Shqipëri e re. Rinia jemi ne që do ta bëj këtë Shqipëri të re. Unë si student dhe çdo student tjetër këtu ëndrojmë një Shqipëri të re. Një Shqipëri ku secili merr atë që i takon prej asaj që ai bën dhe jo prej asaj ose atij që ai nje. Në Shqipëri që nuk ke frikë të smuresh nëse nuk e ke xhepin e ngrohtë. Një Shqipëri ku diploma dhe studimet që ti bën të sigurojnë një vend pune të denjë dhe jo t'jesh kamarier. Por si mund të arrim këtë? Mund të arrim këtë me këtë që ne jemi duke bërë, atë që nuk është bërë këto 35 vite, me zemrën e revoltës që komunizmi na e ka hequr. Na e ka hequr komunizmi dhe çdo parti që e ka ndjekur. Ky është problemi i kryesor. Nëse ne dhe çdo padrejtësie shohemi, do të arrijmë gjithmonë të drejtat tona, edhe sa kohë do të shtypemi, edhe sa kohë do të pranojmë padrejtësinë. Nuk e pranojmë padrejtësinë dhe nuk dorëzohemi, nuk mund të dorëzohemi. A e dini përse ne nuk mund të dorëzohemi? Nuk mund të dorëzohemi për ato familjarë që na janë larguar jashtë. Nuk mund të dorëzohemi për kujtimet që na janë vjedhur me shokët tonë. Nuk mund të dorëzohemi për gjithë ata që nuk e kanë marrë dot shërimin dhe ilaçin, ose kanë marrë borxh, ose kanë ndruar jetë. Nuk mund të dorëzohemi për të fundit dhe arsyen më të rëndësishme, për të gjithë ato dëshmorë që kanë dhënë gjakun dhe gjithçka kanë pasur për këtë tokë. Ne do të vazhdojmë, ne nuk dorëzohemi, ne jemi rinia që do të sjellim ndryshimin. Zoti e bekon Shqipërinë dhe shqiptarët.